Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin ton Rrëfi me Jete. Ditën e sotme do të vi pranë jush me një letër trishtuese, një letër tronditse, e shkruar nga një vajzë e cila ka përjetuar gjën më të tmerrshme në jetë. Cila është gjëja më e tmerrshme në jetë ta përjetosh? Ne ndonjëherë themi që gjëja më e tmerrshme në jetë është ta përjetosh varfëria, të rritesh jetime, të kalosh momente të vështira, por jo, nuk është ajo gjëja më e tmerrshme në jetë. Gjëja më e tmerrshme në jetë është kur babai jot tenton të përfitoj diçka në kuadër të emocioneve nëpërmjet teje. Dhe kjo vajzë ka përjetuar pikërisht këtë histori. Përshëndetje Tiranë. Unë që po shkruaj këtë letër, jam një vajzë sot 36 vjeç. Jam rritur në një familje modeste. Ishim plot 3 fëmijë, unë, motra edhe vllau. Unë vajza më e madhe, motra ishte 3 vite pas meje, edhe vllau ishte më i vogël. Unë me thënë të drejtën, që kur mbaj mend, se mos them që kur kam lindur, por që kur mbaj mend, unë nuk e di ndonjëherë që babi të ketë patur ndonjë sjellje normale, njerëzore me familjen e tij. Ai ishte aq i dhunshëm sa që muret e asaj banese ku ne jetonim, unë mendoj që ishin muret më të mallkuara dhe ndoshta muret që kanë parë më së shumti gjak, lot e dhimbje brenda asaj banese. Ne jetonim në një banesë të vogël në katin e 6 të ndërtesës, ishte banesa e fundit, aty ku çdo natë kishte të rrahme pafund, aty ku çdo ditë kishte të rrahme pafund, lëre që mamin, por edhe mua. Gratë e lagjës më thonin, nuk e mbaj mend që ti të kesh patur ndonjëherë faqet normal. Faqet e tua ishin gjithmonë të zeza, faqet e tua ishin gjithmonë të anjura, ashtu siç babai më rihte, më godiste dhe më linte që unë të vuaja aty brenda. Ditët kaluan kështu. Nuk kemi patur ditë gëzimi, por kemi patur vetëm ditë të dhimbjesh. Na ndihmonin komshinët me ndonjë gjë se edhe bukë s'kishin për të ngrënë. Derisa unë vajta në një moshë që njihja veten, dhe babi tentoi që të kryen edhe marrëdhënie seksuale intime me mua. Me mamin nuk e di se çfarë bënte, sepse po e rrihte çdo natë dhe unë nga ora 12-1 natës deri në 7 të mëngjesit merresha me mamin, sepse mami ishte në fytyrë e gjakosur, me buzë të çarë, me hun të përgjakur, me thënë kalonim një tmerr të papar dhe mundoheshte që emocionet dhe epshet e tij seksuale t'i kaloj me mua, gjë që mua më diqte shpirtin. Derisa unë vendosa që t'i them mami që mami, këto gjëra që po ndodhin në raport me babin, nuk janë në asnjë mënyrë raporti bab edhe bi, por janë raport një babai i çmendur edhe një bi që mundohet t'i shpëton
kësaj çmendurie. I me më u të merua, i me më u trondit, nuk e beson të dot që babi ka arritur deri në këtë shkallë që të terrorizoj dhe të tmeroj familjen e tij të shenjtë edhe të çmuar. Atë ditë vendosëm që të largohemi nga shtëpia. Ikëm nga shtëpia, kemi ikur nga qyteti ku jetonim në një qytet tjetër. Fillimet ishin shumë të rënda, fillimet ishin tepër të vështira. I me më dueshte të punonte edhe në lokal që të fshinte, sepse të gjithë e quanin kurvë, e quanin të përdal, e quanin prostitut, duke harruar se çfarë kjo kurva kishte kaluar nga mbrapa, çfarë ne pam në atë shtëpi dhe se si ne u rritëm. I me më nuk punonte gjë, punonte pastruese në një ëmbëltore. Por për njerëzit ishte një lavire, ishte një kurvë, ishte një femër e përdal që shkatëronte familje dhe që shkatëroi jetën e saj. Unë jam e martuar në shtet tjetër. Motra ime gjithashtu është e martuar në shtet tjetër. Dhe po kalojmë momente të rënda edhe të vështira, sepse mami akoma nuk mësoi dot me paragjykimet. Dhe sot e ndjen veten fajtore, thot ndoshta duheshti ta kisha mbajtur burin deri në fund, por juve të paktën t'ju kisha liruar. Unë jam vërtet në një siklet të madh. Ka net që më del mami në ëndër duke më thënë që ju më bët pjesë të gojligëve, të gojës së njerëzve, të cilët nuk ndalojnë së foluri për mua. Në një farë mënyre ju keni përgjegjësinë për mua. Unë dua të marr mendimin tuaj se si mami ta vazhdon jetën dhe çfarë unë si vajzë duhet të bëj. Unë nuk mundesh atëri me një baba i cili çdo ditë e çdo natë mundoheshte që të përfitoj diçka seksuale për mua. Dua të dëgjoj mendimin tuaj. Vajza në fjalë ka nevojë për mendimin tuaj. Do me thënë ju e shikoni që e ka kaluar një tmerr të papar, do me thënë me baban e saj që realisht nuk mund të quhet baba, por ekzistojnë kështu monstra që shkatrojnë familjet dhe më pas vuajnë prindërit, por vajza dëshiron që të dëgjojë në mënyrë të detajuar se çfarë ajo duhet të bëj dhe se si ajo në të vërtet duhet të sillet.